$250.000 në muaj, që ky paguan për të pastruar emrin e tij, që s'ka lume për ruat në muaj, është ajo. Dhe ka paguar 750 deri tani. Që këtu ka rënë brenda. Ka bërë vepër penale e partia duhet shkri. Si person juridik duhet mbaj përgjegjësi penale. Pra ne po flasim çfarë mungon në thelb. Kështu me korrigjime në aparencë, ja ku jemi. Hiq Ramën, ver Berishën, a do rregullohet kjo punë? Hoqim Berishën, bum Ramën, u rregullua gjë. Hoqim Berishën, bum Nano dhe Metrën, a u rregullua gjë. U kthy pra Berisha, erdhi Rama. Tani çfarë ka lënë Rama pa bërë në 12 vjet, do ta bëj tani. Por bashkëbisedimi me popullin, cili është? Bezgjellësi. Po bashkëbisedimi këtij, që është më skandaloz si tjetri. Pastaj si mund të shkosh shqiptarëve në ditë halli me këtë skandal. Tani juridikisht, e di çdo thotë ky skandal? I kapur me peshë në dorë. Duhet të ishte bërë një hetim urgjent nga SPAK. Po këta janë në tutelen e politikës, me zi dalin. Po flasim për rastin më të fundit me Lasiritan. Shiko, do kesh minimumi nga ligji, që unë ta them me bindje plot, siç thash, para 2 muajsh edhe doli, për drejt do të mbaj përgjegjësi si person juridik. Kjo është e parë që po e them tek juve këtu. Dhe mund të pezullohet dhe si organizëm politik. Gjithë për doja. Po gjithë për doja. Dhe detuesit e saj, pasi një financimi palikshëm për mua, do dalë që është palikshëm. E para është palikshëm në sasi, e dyta është palikshëm se nuk është derdhur në numrin e llogarisë si duhet derdhët, sipas parashikimit. E treta është palikshëm se burimi i parave mund të jetë i tillë që ne mund të kemi të bëjmë me pastrim parash. Dhe ne nuk e dim kush është kjo forcë që financon këtë parti politike në Shqipëri për të riardhur pushtet. Dhe përveç se dënohen ata që kanë nënshkruar dhe që është të rast Noka, po dhe kryetari i saj, që është në dieni të marrë si shërbimi, po dhe vetë partia, se kjo parti mund të bëj harakiri Nokën, po është gati ta bëj harakiri dhe me përsipër e ato vetvrasje politike edhe ligjore, po që të vi partia në pushtet. Jo, ti me këto para që duhet përfitoje për të ardhur në pushtet, duke shkelur barazin zgjedhje, se nuk e kanë këtë lloj financimi zgjedhje të tjera. Se është financim për zgjedhje, dhe ajo që po bëhet atje. Qoftë edhe në aktivitetin e përditshëm politik partisë. Dhe ne flasim që ky person por i vjen me zërin e lartë të luftës kundra korrupsionit dhe ka bërë një korrupsion që mendoj do të zgjojë edhe organet e hetimit në Amerikë me 99%. Intervistën tjetër mund të jemi në pikën që do të themi se shuma është e tillë, që është shumë e lartë se lobingje normale, e dyta lobing me offshore edhe me fundacion, janë lobingje ku fshihet, ku mbahet anonim dhuruesi. Ligji i partisë politike në Shqipëri nuk e lejon. Kështu që ato hetime atje do na ndihmojnë ne për të pasur prova për ligjin shqiptar. Ato që nuk e parashikon ligji amerikan të rast, ligji shqiptar e merr për provë edhe vazhdon. Dhe ne lam pa dënuar lobingjet e mëparshme, pra vetëm Meta është për një lobing sot, edhe për të tjera bashkë në gjendje arresti, të tjerë kanë shpëtuar. Dhe ajo fjala e madhe amerikane që krimi përsëritet kur nuk do shkohet, ka gjetur vend pikërisht këtu. Tani s'do ishte çudi, po të isha diku në drejtësi, aty ku duhet, këtë parti në bazë të ligjit do të ishte bllokuar komplet, dhe përpjet, ta kanë frikë në moment reagimin politik, pra e shkelin ligjin dhe tolerojnë nga frika e reagimit politik se ky destabilizon dhe partia ti destabilizon situatën. Ta destabilizojnë. Pra pala tjetër thoni, nuk e... Për palën për dënë e Berishës. Po. Le ta destabilizojnë. Një parti e përfunduar në bandë, në palikshmëri, në egërsi, në krime, që do të vi pushtet me parat e krimit dhe me dhunë edhe me forcë, nuk i shërben Shqipërisë. Përkundrazi është target nga shqiptarët e ndershëm,
për të përballuar, pra shqiptarët e ndershëm duhet të përballen me këtë parti dhe me PS-n, me këtë establishment, se janë dy si motra që përbëjnë establishmentin, midis të ardhmes dinjitoze të shqiptarëve, domethënë, midis tyre të ardhmes dinjitoze qëndron ky establishment. Po ДПС si do të kalohen? Ku ligji nuk funksionon tani. Nuk po funksionon, se ligji ka një sovranitet i quhet, përveç se në anën juridike është që sovraniteti duhet burohej nga ligji, të burohej nga ato të cilët përgjigjen për ta bërë të ligje, për të zbatuar të ligjet e tjerë, po ka një vetveprim. Pra nuk ka më urdhër. Në momentin që ndodh diçka në rrugë, një krim, polici në mënyrë instinktive është servitur t'i bindet ligjit. Është dhe i gjykatës në atë moment. Tani me gjithë zallamahi që është bërë, SPAK-u duhet të reagoj kryesisht. Unë e kam gati i kallëzim. Për rasti konkret? Po më gati kam, për 3 minuta bëj i kallëzim, dhe kam gati realisht. Problemi është që pse të mos reagoj SPAK-u? Se po dalim ne si psikopat, që e kemi mendin çfarë bën Berisha, çfarë bën ky. Po jo, më kjo është një diçka e pakapërditshme. Si mund të ka përdi dikush të, domethënë. Kjo është dhuna më e madhe e mundshme. Unë e shkel ligjin si dua unë, thotë ai. Dhe bëj shkelje kaq madhe, miliona dollar nga Amerika deri në Shqipëri, s'du ta di fare, se unë do vi pushtet se du pushtet, se pa pushtet mua më rrezikojnë interesat, familja e tjerë. Dhe për të arsye kam dhe ca psikopat nga mbrapa që më vinë, e u lërasin në emrin tim, edhe tani pushteti, a mu ta ligjërojmë ne çdo kriminal me pushtetin, po pati një band për shembull mbi 2000 veta. Se kështu i bi kësaj punë, apo mbi 5000 veta. A si kanë 5000 po? Po më mund t'i ketë ai dhe 20000 veta. Atëherë nuk është më krim. Po ta zvoglosh në mënyrë logjike këtë lloj bande, po të ishte 5 veta, do ishte në burg. Po fakti që mund të jenë 50.000, janë pushtet. Ky skandal. Pra ne duhet të shohemi për drejtën vetëm kur ai tjetër është i pafuqishëm, mund të jetë bërë pa drejtësi, por është i pafuqishëm. Këtu është sfida. Këtë kam bërë. As më intereson fare se Berisha është një krye kriminal, që këta i kanë thurë lab dhe kanë bërë zot të legjendar. Pas kanë turbi, a quhet legjendar Berisha? Ose Rama? Çka kanë bërë ta për legjendar? Të më thonë një të mirë që kanë bërë për legjendar, se legjenda ka i koncept. Ç'a është legjend? Je mbi njerëzor për të përballur me forcat e të keqes e tjera. Legjendar ti se ke vrarë popullin tënd, mora i dut, ke vjedh popullin tënd, ti legjendar ti. Edhe s'ke lënë këtë qytet e Europës pa bërë fëmijët me apartamente, legjendar ti se paguan sa frangu pulën, po të lexosh Conte Monte Cristo, Danglari kështu do të ta paguante pulën. Ti thon sa frangu pulën, e lan pa bukë dhe e shtoi shumën për paguar pulën, kur e tallën ata pengmarrësit italian. Nëse ke parasysh. Këta janë legjendarët, me librin e 2 masë. Këta janë legjendarët, që i kanë vjedh popullin, i kanë vrarë dhe shpresën, dhe kjo është vrasje shpresë. E dyta, këta e kanë përçarë Shqipërinë. Sa vazhdon njëri në qeverisje, edhe tjetri që kërkon ta marrë qeverisjen, këta e kanë përçarë Shqipërinë. Edhe pse merren vesh me një tjetrin, po e kanë bën kastilin përçarje. Pra kanë krijuar një teatr mizor, ku kusuet e teatrit kanë shqiptarë kuris. Në një kohë që në çdo vend nuk mundet të shoqëria të pranojë hapur këtë lloj ndarje, që kriminalin e sotëm e cënon për të ardhur nga pushteti kriminali djeshëm. Ne po flasim ndarja është të devotshëm, pa devotshëm, të mirë e në të keq. Gjithë historia njerëzore kështu e ka fillën e saj. Lufta e të mirës me të keq.
asgjë më tepër. Pse jemi ndarë? Këta janë grupe interesi. Po mirë, po për këta njerëz të thjeshtë. Atëherë unë them shqiptarët kanë nevojë ta shporin të sundim oligarkik që po e bën vëllazëria e zezë PSD. Po si mund bëhet kjo? Shqiptarët duhet të bëhen vetëdijshëm. Pasi ja dhe kemi zgjedhjet. Po Altin, mos e shty zgjedhjet, nuk do sjellin. As më intereson fare se kanë zgjedhje, unë jap mendimin tim. Ka zgjedhje që nuk do japin zgjedhje. Mbaron jeta e Shqipërisë pas jave. Tani kush do të si do të qeverisën shqiptarët? Me gallatat e Ramës apo me gafat e Berishës? Ky bën gallata se s'ka çfarë thot. Ky bën gafa se nuk po di më çfarë thot.